Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e turshisë me speca të përguara, pa konservues, shumë e shijshme, mund të konsumohet në çdo vakt ushqimor. Kjo turshi është ideale për restorantet e ndryshme, do ju krijë punë shumë kjo lloj turshie. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj turshie shumë të shijshme, pra turshi me speca të përguara, sidomos për restorante është ideale kjo lloj turshie, sepse gjatësinë së dimrit mund ta shfrytëzojmë specat janë sikur të freskët. Marrim speca jeshil, cilat mund të jenë gjeksa apo të padjeg, varet nga dëshira juaj, mirëpo vetëm duhet të jenë të vegla, nuk duhet të jenë shumë të mëdha. Ja largojmë këtë pjesën e sipërme të bishtit, pra nuk i lajmë asnjë pjesë jeshile. Merrni atë sa keni nevojë të përgatitni. Masat nuk janë shumë të rëndësishme, vetëm se e shohim me kavanosa janë masat të kësaj turshie. Gjithë specave ju largojmë këtë pjesën e sipërme. Gjithë specave ju kam largu bishtat, tash merr kavanosat. Kavanosat duhet të jenë të lartë dhe të sterilizuara mirë. Unë i kam sterilizuar në furrë të nxehtë 150 gradë për 15 minuta. Në çdo kavanos, kavanosat janë 720 ml. Në qoftë se janë specat më të mëdhej, atëherë kisha preferuar që këtë turshi ta përgatitni me kavanosa më të mëdhej. Për çdo kavanos nga 720 ml shtojmë nga 1 lugë gjelle me krip. Për konservimin e turshisë na nevojitet sheqer, për secilin kavanos nga 1 lugë gjelle me sheqer. Në fund të çdo kavanosit hedhim biber të zi në topta, pak hudhër do hedhim në çdo rand specave, mirëpo do hedhim edhe tek fundi kavanosit. Gjithashtu dhe magdanoz do hedhi në fund dhe në çdo rand të specave. Tash tek secili kavanoz do shtoj gjysmë filxhani me vaj. Përgatitja nuk ju merr shumë kohë dhe bëhen shumë të shijshëm. Një lloj si sallatat verore, siç është me speca dhe me hudhër, ashtu ngjasojmë kjo turshi. Tash në secilin kavanos shtoj gjysmë filxhani me uthull të bardhë, uthull ushqimore 9%. Pasi në kavanosa kam shtu kripën, sheqerin, uthullin, vajin, tash marr një tigan në të cilin shtojna vaj. Masat e vajit nuk dihen, në fillim shtojmë pak, dikon 70-80 ml. Nëse ka nevojë përsëri shtojmë vaj. Në temperaturë mesatare nxehim vajin mirë. Vaji ka filluar që të nxehet, tash i kalojna specat. Dhe kështu në temperaturë mesatare i fërgojmë specat nga të dy anët nga pak, sa të fillojnë që të marrin një ngjyrë pak si të kuqrent, jo të digjen. Kështu e mbushim tiganin me specat. Dhe në fillim do i fërgojmë nga njëra anë, pastaj do i kthejmë nga ana tjetër. Specat kanë filluar që të skuqen nga njëra anë, tash i kthejmë nga ana tjetër. Pra në këtë mas duhet bëhet skuqja, jo më shumë, sa fillojnë që të zbuten. Deri në atë mas duhet bëhet skuqja. Tash i kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër do i skuqim në këtë mënyrë.
Specat janë fërku nga të dy anët nga pak. Tash marr dhe i kaloj nëpër kavanosa. Siç e ceka, nëse janë specat më të mëdha, atëherë patjetër duhet që në kavanos të madh i vendosim. Për ndryshe, kavanosat e vegjël nuk bën, sepse ju prishet forma specave. Kështu, vendosim një rang me speca, hedhim nga pak hudhër, magdanoz, përsëri speca, dhe në këtë mënyrë bëjmë përgimin duke i mbushur deri në gry kavanosat. Morim një rrugë pak dhe shtypim kështu, që t'ju dale langu sepër. Përsëri hedhi hudhër, magdanoz. Mënyra e njëjtë është gjeri në gry, pak me lujë, lëngon shumë i rëndësishme dhe del mbi specat. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë. Hudhra, shtypim pak dhe vazhdojmë tutje me përgimin e specave tjerë. Vazhdojmë atutje në mënyrën e njëjtë deri sa ta mbushim gjithë kavanosin. Pak me lujë i shtypim, shumë e rëndësishme është që del kështu lëngu apo vaji. Edhe pak magdanoz, hudhra në çdo rang nga pak për të gjitha. Edhe 2-3 rende është mjaftueshëm. Tash te gryka vendosim një mbalce. Kemi vendosur mbalcen, te gryka hedhim dhe pak vaj, derisa të mbulohet mbalcja. Dhe tash kavanosin e mbyllim me kapak të ri. Kapakun 3 herë sjellim nga ana e kundër dhe 1 herë nga ana nga përputhen vizat. Mbyllim fort. Në mënyrë të njëjtë vazhdojnë atutje dhe me kavanosa tjerë. Kam fërguar gjithë specat dhe i kam vendosur nëpër kavanos, i kam mbyllur mirë me kapak. Tash marr secilin kavanoz dhe e tundi kështu që të shkrihet kripa, sheqeri dhe uthllat të depërtojnë nëpër gjithë kavanosin. E tundim për disa herë, besoj se është mjaftueshëm, dhe vendosim me kokë të poshtë tek një qershap apo tek një batanije. Në këtë mënyrë veproj me gjithë kavanosat, duke i tundur dhe i kthyer me kokë të poshtë. Tash kavanosat i mbloj kështu mirë nga gjitha anët dhe i lë të qëndrojnë kështu të mbuluara dhe me kokë të poshtë për 24 orë në ambient dhome. Pas 24 orëve ja largojmë qershafin dhe kavanosat i dërgojmë direkt në podrom. Janë gati për konsumim pas 5 ditësh. Mund të rnojnë deri në 1 vit kështu të mbyllura. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis tushi me speca të fërguar. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju përfshin mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.